Mesazhin Allahut, o mesazhi Allahut krijuesit, Zotit tem dhe Zoti jot. Pa keni po be vëllezër të dashur, kena përmend shpesh, më ta çuni mesazh dënë shok tyje. Ani juve trive dënë femën, më vazhdu dënë mesazh. A mundi me pas sabër pa e çel? Ka zonë drejt. Edhe më kon me ardh di kokë më të net 2 sekonda be. Vetëm e ban dy qyshat ftyrën, e nxjerr mobilin tap edhe lexon. Edhe kënon, çka? Me kënaqësi e pret. Unë kam përmend një rast. Subhanallahu, një hoxh në Kuwait ka qenë. Thot ka qenë i fejum. Ajo hoxha. I fejum thot. I Egjiptit në Kuwait. Ka shku me kryet detyrën e imamit, imamën i xhami. Kanë qenë i fejum para disa viteve kjo vëk. Kanë qenë i fejum, vintem do në 3 muaj tek ka një zarf. Nga e fejum e ime. Kur ma epshe dhe kja e mesh ata, e shisha në djetë, se lexojsha, të më zgate e kënaqësia ma e madhe. O, një 2 mas 5 dit dhe qelsha. Kur e qelsha ka dale. Kur e lexojsha, nuk lexojsha njerë, 2 herë, 3, 5 herë. Shaka dish me thonë këtu dhe? Pale kuj ka pas. Të shaka dish me thonë. Po kjo vetë ka tërgu imami. Thot subhanallah. Nëse janë këto ndjenja prezente, kur është pipytje, i dashur me dashurën. Du më shka shumë mesazh në Kur'an. Allah i mesazh, e të janë tamla, fresta, ta knaqen synin, veshin, shpirtin, ke trupin. Mirë po ja që populli jo nuk ka interesum.